Sfidat në TikTok, YouTube dhe trendet në Instagram duken si argëtim, por shpesh fshehin rrezik dhe manipulim. Kur një sfidë bëhet virale, ajo mundet me përhap mesazhe të manipuluara që nxisin paragjykim ose frikë, përmbajtje të rreme që kopjohen pa verifikim dhe algoritme që shtyjnë klikimet, jo gjithmonë të vërtetën. Një studim i vitit 2024 nga një universitet gjerman analizoi 66 studime ndërkombëtare nga viti 2013 deri në vitin 2023 mbi sfidat në rrjetet sociale. Aty thuhet se fëmijët dhe adoleshentët janë grupet më të rrezikuara, pasi shpesh përballen me sfida pa i kuptuar plotësisht pasojat. Madje thuhet se janë identifikuar 48 sfida unike në rrjetet sociale. 32 prej tyre, ose 67%, dolën të jenë negative ose të rrezikshme. Po pse marrin pjesë të rinjt? Studimi tregon 4 arsyet kryesore. Për të pranuar apo për të ndjerë pjesë e grupit, për të bërë të njohur, nga frika për të mbetur jashtë trendit dhe për të sfiduar rregullat shoqërore. Këto arsye tregojnë se pas çdo trendi që duket i padëmshëm, fshihet një ndikim i fortë psikologjik dhe social. Andaj mendohu mirë para se ta ndjekësh një trend, se jo çdo gjë virale mund të jetë gjithmonë e vërtetë.